Gjithçka që duhet të dini për ndeshjen Inter PSG. Finalja që askush nuk e priste. Përpara se të fillojmë, mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube dhe komentoni më poshtë kush mendoni se do ta fitojë Champions League këtë sezon, Inter apo PSG. Finalja e Champions League këtë vit ishte një surprizë totale. Askush apo më saktë shumë pak vete kishin parashikuar që në finalen e madhe të shihnin Interit përballë Paris Saint-Germainit. Por ja ku jemi, një duel që do të shkruajë histori për të dyja klubet. Kjo do të jetë era e parë që Interi me PSG-n përballen në një ndeshje zyrtare. Deri më tani, ata janë ndeshur vetëm 5 herë dhe të gjitha këto kanë qenë miqësore verore. Nga këto ndeshje, PSG ka fituar 3 herë, një ka përfunduar në barazim dhe vetëm një herë ka fituar Interi. Tre takimet e para mes tyre ndodhen njëri pas tjetrit në vitet 2014, 2015 dhe 2016. Fitoria më e thellë ishte për PSG-n me rezultatin 3-1 në vitin 2016. Nëse flasim për përvojën në finalet e Champions League, Interi ka më shumë histori. Kjo do të jetë finalja e 7 për Zikaltrit, ndërsa për PSG-n është vetëm për herë të dytë në këtë fazë. Deri më tani, Interi ka fituar 3 herë trofeun më të rëndësishëm evropian, kurse PSG ende nuk ka fituar asnjëherë. Nëse Interi fiton, do ta çonte numrin e titujve në 4, duke barazuar një klub legjendar si Ajaxi. Nga ana tjetër, në përbërjen e dy skuadrave ka disa detaje interesante. Asnjë lojtar i Interit nuk e ka fituar më parë Champions League, ndërsa nga ana e PSG-s vetëm Hakimi e ka bërë këtë, kur ishte pjesë e Realit të Madridit në vitin 2018. Pra në aspektin e përvojës me trofeun, të dy skuadrat janë pothuajse në të njëjtin nivel. Kur flasim për trajnerët, këtu PSG ka një avantazh të vogël. Luis Enrique, trajneri i tyre, ka fituar Champions League me Barcelona në vitin 2015, kur kishte një skuadër të frikshme me Messi, Neymarin dhe Suarezin. Ndërkohë Simone Inzaghi nuk e ka fituar më parë Champions League si trajner. Kjo ndeshje pritet të jetë shumë emocionuese dhe luftuar, pasi të dyja skuadrat kanë shumë për të fituar. PSG kërkon të shkruajë historinë dhe të marrë titullin e parë evropian, ndërsa Interi do të tentojë të rikthehet në marrjen e futbollit pas shumë vitesh. Një tjetër detaj që e bën këtë finale interesante është stili i lojës. PSG ka një skuadër plot me hyje dhe tenton gjithmonë të dominojë në sulm, ndërsa Interi është më i organizuar dhe i disiplinuar taktikisht, kështu që do të jetë një përplasje mes spektaklit dhe disiplinës. Kush do të fitojë Champions League? A do të shkruajë PSG kapitullin e parë të lavdisë së saj, apo do të jetë Interi që do të rëmbejë për të katërën herë këtë trofe prestigjioz? Na tregoni mendimin tuaj në koment dhe mos harroni të bëni subscribe, sepse pas kësaj finaleje do të kemi më shumë analiza, përmbledhje dhe momente të paharrueshme.